Cili është momenti më i mirë i lidhjes sonë? Unë jam Fidoni, i kam 33 vjetë dhe jetoj në Gjermani. Punoj në IT dhe kam një online shop që quhet Albanian Pick Shop. Për mua konton jetën e rëndësishme mi boj traditat, gjuhën, vlerat dhe kulturën tonë që na takon, dhe që me gjetë nusen shqiptare që fëmia jonë të flet dhe rritet shqip. Ndërsa unë jam Samirja, 36 vjeçare nga Kaçaniku, jetoj në Gjermani. Nuk jam kanë kur tip që i ka pas merak darsmat ose diskotekat, as rrjetet sociale fare, kështu që jam fokusuar më shumë në jetën time dhe në karrierën. Me 25 vjet filluan prindrit të më bëjnë pak presion ta gjej partnerin për jetë, po unë për veten sere kum dje se kena vakt, kena kismetin ton dhe si cëlla e ka kohën e vet. Fidan, apo të regon se qysh jena njoftu në dua.com? Po, u konë kohë e pandemisë atëherë, u konë edhe në pasjetu vetë, tani i kumë vetë a shokë ku e kanë gjetë ata partnerin e vetë, 2-3 më kanë propozu me shkarku aplikacionin dua.com. Kum lyp, jam konkoj gjeda muj në aplikacion deri menova hajti ti ndryshaj dhe filtera. Tani masi kum ndryshu, ka dollë profili Samirës, jytë, edhe qësoj pja baj like. Për mu nuk e kum pas planifikim ta gjoj dikan, po një shoh që ma rekomendoj këtë epin, dhe unë si fillimtare kisha pak skepsis, nuk ja besojsha se nuk kam rrjetje sociale hiç edhe jam fillestare, por qaq se mas 3 ditëve e pash Fidonin ose profilin e Fidonit dhe e botëm meq. Samira, çka u konë për ty më e rëndësishme se meqi? Më e rëndësishme se meqi ja konë zonjet ose në telefonatën e parë qysh e ki zonin se mu pëlqy do të me tani zonin dit për dit, për që ato është konë pak më rëndë se mos me pëlqy përse kur e dëgjova zonin tënë ishe i ngrohtë, i mirë, folëm shumë, kishmi muhabet, në shkoj ke mirë, kështu që jena taku në Düsseldorf. Asni kafe su kon qelën atëherë. I ka pas bon kafet në termos gjithë. Aha, po. Po se u mbyllën për koronën, u mbyllën krejt restorantet, kështu se s'kishmi tjetër opcion, kështu se i mësha ser kafet me vetin termos edhe etshmi, folshmi. Qashtu që ishëm njoftu në 3-4 muj, po mduket i kina shtin 2 javë se kina full ka 5-6 orë në ditë. Ta shilot po mi qënë, se s'm ke kalzu, këmë haru prej që i këmë marrë termusa. Fidana Samira, ju na keni tregu që kopozimi Kapadokja është një ndër eventet më rëndësishme të jetës suaj. Po na foto nuk kem pa. As vedo, kështu që na jo kem boshët burat, edhe tash mundeni më na tregu ju se ta manë shoku. Po, o konë 4:35. Po, e kena pas vendos. E kena pas vendos se thashe në mëngjes ma mirë shihen ballonat. Për mua kënë shumë herët, Fidoni krejt emocione sa ma shpejt ma mirë se qështë të thëmë, qështë e tek. E ki thëke, hajde quj shohim, më thash, hajde se ma fënë, se veç flejnë edhe pak se ka loko, o hajde mërë se nesër, se ma mirë të flejnë atë qëtësome. Ma sa, jo, do të mi po bashkë sot, është ditë e mirë edhe qështë të shkumë. Po, e masanej ke ullë, po, në goj, tharë dhe unë kujtuva së parje se ka hup në sen. Tash e jep një mojë që ka u puna, të kërkoj në sen, jo, tha që veç pak, thash që ka u bo, tha ka dolje mërë se e prishi krejt romantikën, edhe masanejna, po, ma bo një propozimin, u kënoqa shumë, po.
Tradicionale apo moderne, çfarë po të kujton? Për darsën. Që më kujton e kena festu darsmen në Gjermani, ofër Düsseldorfit, i kena pas 200 persone për shqiptar pak, për Gjerman shumë, edhe i kena bo një kombinim kulturore edhe moderne, që shtu e kena bashkan gjitë dyat, kena pas syza për se cilin. Shumë mirë konë, krejt kanë vallëzu i kapshin edhe ato të familjes, i kapshin shoqë që kanë ardhur nga Amerika, nga Kanada, janë kënaqë, krejt për krejt a konë një ditë e mrekullueshme jo veç për na, po për secilin që ja konë i ftuar. Cili është momenti më i mirë i lidhjes sonë? Veç pa. Liliane, është më i njëri. Se na jena njoftu në atë kohë kur nashta njerëz që kanë pasi s'kena pas asnjë kur farë lirie, po në qatë kohë jena njoftu edhe në qatë kohë e kena gjetë na si njerëz lirin tonë. Me